Victor Hugo ka thënë, nuk ka forcë më të madhe se një ide, koha e së cilës ka ardhur. Ideja për shkrirjen e vlenit në një subjekt sapo ka trokitur. Lëvizja Besa shkarkoi kryesinë e saj. Vendosi një moratorium mbi aktivitetet partijake dhe autorizoi kryetarin Bilal Kasami që të zhvillojë bisedimet me partitë e koalicionit për bashkimin e tyre në një parti. Ky është sinjali i parë se vleni më në fund po shkon drejt krijimit të një subjekti të vetëm. Edhe Izet Mexhiti e konfirmoi. Ky hap i lëvizjes Besa është fillimi i procesit. Mexhiti deklaroi se pret që rrugën e Besës ta ndjek edhe partia e tij, Lëvizja Demokratike, e më pas edhe partitë tjera të bllokut. Në historinë tonë politike 36 vjeçare, kjo lëvizje cilësohet si një shenjë pjekurie dhe vetëdije të lartë. Liderët e vlenit duket se e kanë kuptuar që të shqiptarët unifikimi e rrit peshën politike, ndërsa fragmentimi na dobëson. Historia jonë politike na ka dhënë leksione. Sa herë që vota shqiptare është shpërndarë në më shumë parti, fuqia jonë në parlament dhe në qeveri është zbehur. Sot, vleni po tenton të kalojë nga një koalicion në një forcë të fuqishme. Liderët e këtij koalicioni po tregojnë gatishmëri të sakrifikojnë strukturat e tyre, postet dhe funksionet. Dhe mbi të gjitha po tregojnë mençuri politike duke lënë anash interesat e ngushta klanore. Dhe kret kjo për diçka më të madhe, për faktorizimin politik dhe maksimalizimin e peshës politike të shqiptarëve. E kur të kemi parasysh se vleni doli fitues në zgjedhjet e fundit lokale, është e qartë se momentumi politik është totalisht në anën e tyre. Në anën tjetër, te bloku opozitar, duket sikur koha është ndalur. Ndërsa vlen po bashkohet, opozita po shndërrohet në një agjenci marketingu. Deklarata boshe, konferenca ditore pa përmbajtje dhe një vizion që nuk sheh më larg se dita e nesërme. Politik bërjen e kanë shndërruar në politik ditore, e cila krijohet vetëm për të ushqyer rejtingun e momentit. E kur rejtingu partijak vendohet përpara parimeve dhe vizionit afatgjat, atëherë opozitarizmi është i destinuar të dështojë totalisht. Problemi tjetër të opozitas shqiptare është se liderët nuk po e mposhtin dot veten. Në vend që të krijojnë një blok të vetëm opozitar, ata janë kthyer në një lëmsh subjektesh që nuk guxojnë të bëhen një parti sepse prioritet e kanë ruajtjen e egos personale. Fakti që disa parti tashmë u larguan nga ky koalicion, ndërsa të tjera ende nuk e dinë nëse janë brenda apo jashtë tij, ka bërë që opozita të mbetet pa identitet dhe me busull të humbur. Sistemi dypartijak apo dualizmi në skenën tonë politike është një domosdoshmëri. Neve, si shqiptar në Maqedoninë e Veriut, na duhet vetëm një forcë e fortë në pushtet dhe një forcë tjetër, po aq e fortë, në opozitë. Vleni duket se po lëviz me mençuri drejt këtij qëllimi, ndërsa opozita rrezikon të mbetet e humbur në kohë dhe në hapësirë, duke pritur që marketingun t'i ashes për politik një populli i cili kërkon rezultate dhe jo reklama. Se kush do të di ta lexojë drejt këtë moment historik, do ta thot koha. Por shenjat e para po tregojnë se liderët e vlenit po sakrifikojnë karrigen e tyre për një kauzë më të madhe, e dikush tjetër po sakrifikon kauzën për karrigen e tij personale.